Londër Paris për 30 minuta, jo me aeroplan, as me tren klasik, por me Hyperloop, një projekt futurist synon të dërgoj kapsula pasagjeresh me mbi 965 km/h përmes tubave me presion të ulët, në një mjedis pothuajse vakum. Teorikisht, rezistenca e ajrit zhduket, fërkimi minimizohet. Shpejtësia rritet në nivele që sot duken të pabesueshme. Ideja mori vëmendje globale në vitin 2013 kur Elon Musk publikoi konceptin e tij për Hyperloop. Sistemi bazohet në levitacionin magnetik i ngjashëm me trenat maglev ku kapsulat të rrëshqasin pa kontakt fizik me shinat. Në vitin 2024, në Vendam u hap Qendra Evropiane e Hyperloop. Inxhinierët testuan një ndërrim kursish pa pjesë lëvizëse, një hap kyç drejt ndërtimit të një rrjeti real. Por sfidat janë gjigante. Ruajtja e vakumit në tubat mëdhenj është teknikisht e vështirë. Kostoja, miliarda euro. Në SBA, Virgin Hyperloop ndaloi operacionet e pasagjerëve në 2023. Kompania arriti vetëm 172 km/h testim me njerëz, shumë larg objektivit prej 1126 km/h, dhe investitori Richard Branson u tërhoq. Për më tepër, kapsulat aktuale mbajnë më pak pasagjerë se një tren tradicional. Ndërkohë, Japonia po ndërton trenin maglev serie Lo me shpejtësi deri në 603 km/h, një projekt që ka kushtuar rreth 60 miliardë euro. Hyperloop mbetet në fazë testimi. Ekspertët flasin për linja të kufizuara në vitin 2030, por për momentin, kafja në Paris pas 30 minutave nga Londra mbetet një vizion ambicioz, jo realitet.